Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës binjakëve. Si që shihni po ndez një timian këtu, nga këta timianët janë timian për bekime. E dini që ka të ndryshëm, apo jo? Të dashur binjak. Këtu kanë 12 letra, dua që nga janari deri në dhjetor qofshi bekuar. Bekime paçi në shëndet, që është mbi çdo gjë. Bekime paçi në dashuri, familje, punë, bekime paçi në zhvillimet personale, zhvillimet profesionale, qofshi bekuar gjithë vitin dhe të realizuar të dashur binjak. Dhe, si që thash, i kemi këtu të ndara letrat 12 për 12 muajt e vitit, që do jetë një lloj leximi energji se çfarë të ndodhe, si mund të anashkalon nëse ka gjë për të anashkaluar. Do marrim 2 letra nga që në të lidhe njëra me tjetrën, nuk i marr të 12-at njëkohësisht dot. Me këtë çfarë shikoj të dashur binjakë hyn në këtë vit me dëshirë për fillime të reja, por edhe me një ngarkesë emocionale të pasgjidhur. Nga jashtë duket sikur di çfarë do, por brenda ka kontradita, dilema dhe dyshime. Ky është një vit që nuk ju lejon më të jetoni gjysmë, as në dashuri, as në vendime e as në jetë. 2026 do t'ju detyroj të dashur binjakë të zgjidhni qarta, po ose jo. Si thoni të fillojmë me janarin dhe shkurtin. Viti nis si qashë fuqishëm me entuziazëm. Shikoni, kemi asin e shkopive dhe 10 të kupës. Nga vetë, nuk ka nevojë të dini të lexoni fare, i jep një pasqyrim goxha të lehtë për tu parë të dashur. Si që është me dëshirë për një fillim të ri, me entuziazëm, as i shkopive sjell një ide, një shtyse, një dëshirë për ndryshim. Por me njërë pas kësaj vjen 10 të kupës, dëshira për lumturi të plotë, qetësi emocionale, familje, lidhje, vërtet. Por këtu pika kyçe, binja, ju e dini çfarë dëshironi, por ende nuk jeni sikur gati apo të sigurt nëse mund ta mbani këtë përgjegjësi. Mos u hidh në premtime të mëdha në fillim të vitit nëse nuk je gati ti mbash këto. Nga që jeni dhe andej dhe këtej dhe dëshironi brenda vetes, por sa gati për t'i realizuar ato, nga që ato duan investim, ato duan punë, ato duan përqendrim të dashur binjak. Vazhdojmë me Marsin dhe Prillin. Marsi fillon me 6 të shpatës dhe vazhdon me Prillin me 7 të shpatës, njësoj. Kjo periudhë sjell largim nga diçka. 6 të shpatës, shikoni, është sikur të bërë gati të larguar nga në këtë anije diku, të largoheni nga ta them një situatë, nga diçka që u shterron emocionalisht, ndoshta më të vendosur edhe kështu me radhë. Por jo plotësisht të pastër. 6 të shpatës tregon nevojën për të ikur nga një situatë e lodhshme mendërisht, por 7 të paralajmëron se diçka po lihet pa u thënë, ose po e shmang të vërtetën, ose po luhet me 2 faqe. Dhe kjo është një paralajmërim i fortë të dashur binjak. Nëse largohesh pa qenë i sinqert, kjo histori kthehet më vonë dhe më e rëndë. Të keni kujdes. Muaji maj dhe qershor është asi tjetër që kemi mu përfundi asit të shkopive, asi kupës dhe 9 të shkopive. Shikoni këtu. Është sikur një dorë e dhënë nga Zoti,
me dorë dhe nga Zoti, më falni, me këtë kupë që është emocione, dashuri, gjëra të reja, këtu një person tjetër që po lufton. Kjo është ajo që në fillim që thash dhe andej dhe këtej. Këtu hapet një mundësi absolutisht e re emocionale, mund të jetë dashuri e re, mund të jetë rindërtimi ndjenjave të juaja, ose një fillim emocional me dikë që ju kupton, ju ndjen ju, gjithë këto. Por nën të shkopive tregon lodhje, binjaku është i plagosur nga e kaluar akoma bart me vete dhe hyn në këtë fazë me mburoj, duke u mbrojtur, duke mos dashur të lëndohet sërish. Absolutisht është e kuptueshme, por që jo të gjithë janë njësoj të dashur binjak, dhe ajo mburoj është i bie të futesh me një bagazh nga lidhja apo situata e vjetër në një lidhje të re, apo në një situatë të re. A je duke mbrojtur veten, apo po e mbyll derën diçka e kogja të mirë këtu. Këtu duhet të keni kujdes të dashur. Binjakë. Vazhdojmë me korrikun dhe gushtin, që është 2 të shpatës dhe magjistari. Këtu 2 letra janë thelbi vitit, do thosha. 2 të shpatës tregon vendim të shtyr, mosgadishmëri, ndoshta po, ndoshta jo, siç e filluam dhe leximin e juaj, mosgadishmëri për të zgjedhur, ndërkohë që magjistari thot ti ke gjithçka që të duhet për të krijuar realitetin që do binjak. Problemi nuk është mungesa e mundësive, problemi është tek vendimi i juaj. Gabimi që mund të bëni, apo gabimi mundshëm të presësh që dikush tjetër të vendos për ty. Dhe kjo mund të jetë një gabim fatal, nga që këtu është një gjë e re e bukur, të mos ngurroni ta pranoni qoftë punë, qoftë dashuri e re, mos hezitoni në këtë udhkryq këtu, por vendosni nga që i keni të gjitha mundësitë për të patur sukses. Shtator dhe tetor të dashur, kemi faqe të kupës dhe të dashuruarit prapë, mos vendim apo në dyshime, zgjedhje. Faqe kupës dhe të dashuruarit, kjo është periudhë ta quaja emocionale e vitit, më emocionalja. Faqe kupës sjell ndjenja të sinqerta por pak të brishta. Të dashuruarit kërkon zgjedhje të ndërgjegjshme në dashuri. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për romancë, por me një farë mënyrë për përputhje vlerash të dashur. Dashuria pa vendim është vetëm iluzion. Kjo është ajo që kërkohet në zgjedhjen e juaj. Ky është një fillim, një faqe, i sinqert, por e brisht nga që ju jeni ta marr, ta lë, të investoj apo jo, ti besoj apo jo, dhe kështu me radhë. Nëntori dhe dhjetori të dashur binjakë është djalli dhe 3 të shkopive. Viti mbyllet me një përballje kogja serioze, që unë po them viti përmbyllet, mund të jetë në mes, mund të jetë në fillim, absolutisht mund ta dirigjoni ju vetë me vendimet dhe veprimet e juaja. Djalli nxjerr në pah varësi emocionale, tundime, lidhje që mbahen nga frika, jo nga dashuria, mendime të tilla nga e kaluara, negativitete, vese të ndryshme, që në fakt unë pash që në fillim, këto janë vese që kur nuk mund apo nuk arrini dot të vendosni. Por 3 të shkopive tregon se pas kësaj përballje, binjaku sheh përpara, planifikon ndryshe dhe nuk pranon më të jetoj i apo e kufizuar. Ky do jetë çlirimi juaj të dashur binjakë, përfundimtar, ta them ashtu, por vetëm nëse e pranon të vërtetën dhe që duhet të vendosni po ose jo, që ta keni dhe ju të qartë dhe universi lartë çfarë t'ju jap.
më tutje. Letrat shtesë që kam nxjerrë, kjo letër e para përshkruan perfekt gjendjen e binjakut. Dëshironi dashuri, por nuk jeni plotësisht all in, si thuhet, i gjithë komplet aty në atë lidhje. Dëshironi siguri, por keni frikë nga angazhimi. 2026 nuk e toleron më këtë gjendje. Duhet patjetër qartësi, të dashur binjak. Dhe mesazhi tjetër, e vërteta do dalë në shesh, qoftë për një person, një marrëdhënie apo për veten e juaj, të dashur binjak. Mos e injoro atë që ndjen. Nëse diçka nuk të bind, është sepse ka diçka pasaj. Besojeni asaj intuite, thot letra. Ky vit nuk të kërkon të jesh perfekt, dashur binjak. Të kërkon të jesh i ndershëm mbi gjitha me veten tënde, t'ja pranosh, ta them absolutisht i ndershëm dhe me të tjerët, t'ja pranosh veten çfarë është e mirë dhe të mos keni frikë të bëni hapa para. Gjysmë zgjedhjet nuk funksionojnë, të dashur binjakë. Nëse zgjedh, ec, nëse jo, do qëndroni aty ku jeni dhe sot. Pra, është një vit që kërkohet vendosmëri nga ju. Qoftë një vit i mbar, të dashur binjak, për të gjithë ju.